من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد Falëndrime dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu I cili në begatoj dhe në vazhdimshmërinë begaton me të mirat e tij. Salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Sot ka qenë në program të vazhdojmë me librin El Adabul Mufrad me kapitullin e parë. Po me këshillim me disa vëllezër vendosëm që këtë ligjërat edhe ligjërat në ditës së mërkur të flasim disa fjalë rreth agjerimit, rreth Ramazanit, për shkak se jemi afër Ramazanit, rreth disa dispozitave që kanë të bëjnë me Ramazanin në këtë dhe ligjëratën tjetër, në hutbet që kanë ngel deri për Ramazanit. Kurse me ligjërata pastaj do të vazhdojmë inshallah në Ramazan. Vlera e agjerimit. Agjerimi në përgjithësi dhe agjerimi I muajit Ramazanit në veçanti është një prej ibadeteve, adhurimeve madhështore, të cilit adhurim Allahu I ka dhënë rëndësi. Të cilin adhurim Allahu e ka veçuar nga shumë prej adhurime tjera. Tha Allahu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Juve u është bërë obligim agjerimi siç I është bërë obligim atyre që ishin para juve, la'allakum tattaqun, që ju nëpërmjet këtij adhurimi të arrini devotshmërinë. Pra, fillim dhe mbarim me agjerim është për qëllim të arrihet devotshmëria, frikë respekti ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe agjerimi është një prej ibadeteve dhe adhurimeve që ekstrem ndihmon njeriu që të bëhet I devotshëm, që të ketë frikë respekt ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Prej vlerave të agjerimit, e që janë shumë, do të mundohemi të përmendim diçka prej vlerave në këtë natë, me shpresë që ta shtojmë agjerimin në këto ditë e mbetura para Ramazanit dhe në këtë mënyrë të bëjmë një parapregaditje të fuqishme për agjerimin e muajit të Ramazanit. Po lutim Allahun që Allah të na mundson që të arrijmë Ramazanin dhe ne të jemi mirë, me shëndet dhe të sigurt që të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Allahu në surën At-Tauba ajetin 112 thotë at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahun 'anil munkari wal-hafizun li hudurillah wa bashshiril mu'minin. Në këtë ajet Allahu Gjelle Gjelaluhu I përmend disa prej cilësive të besimtarëve dhe në fund Allahu Gjelle Gjelaluhu thot përgëzoj. Të gjithë këto besimtarë me këto cilësi përgëzoj. E kur vjen përgëzimi nga ana e Allahut subhanahu wa taala, lum për atë njeri që e ka marrë përgëzimin, bushrën nga kush, nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Tha Allahu, ata të cilët pendohen, adhuruesit, ata që falenderojnë, es-saihun janë shtektarët, janë turistët, janë ata që ecin. Kurse në këtë ajet, dhe kanë thënë dietarët, çdo herë kur gjenin në Kur'an es-saihun ose es-saihat, janë për qëllim agjëruesit.
ata që bëjnë sejdë, ata që bëjnë ruku, ata që urdhrojnë të mirë, ndalojnë nga e keqja, wal hafidhuna li hududillah, dhe ata që janë të kujdesshëm në ruajtjen e kufive të Allahut, wa bashiril mu'minin, e ti përgëzoj besimtarët. Pra, në këtë ajet kuranor kemi përgëzimin nga ana e kujt? Nga ana e Allahut subhanahu wa ta'ala. E kur të përgëzon Allahu xhelle xhelaluhu pa pikë dyshimi se ajo çka vjen pas përgëzimit është diçka shumë madhështore. Ajo cila është madhështore pas përgëzimit nga ana e Allahut subhanahu wa ta'ala ka shqip xhennetit dhe krejt begative të xhennetit që Allahu i ka përgatitur për besimtarët, atë që syni se ka pa, veshi se ka dëgju, as që mundet njeriu me e parafitiru, me paramendu, ka shi krejt kësaj me të gjitha këto të mirat e xhennetit, tha Allahu xhelle xhelaluhu wa ridwanu min Allahi akbar. Dhe begatia dhe kënaqësia e Allahut ndaj juve është më e madhe. Sendi më i madh që besimtari arrin xhennetin e Allahut xhelle xhelaluhu, po edhe në këtë botë që ka mundësi me arrit njeriu edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, për shkak se kanë arrit disa prej njerëzve në këtë botë, është Allahu me qenë i kënaqur me ty. Prej krejt e begative me të cilat Allahu i ka dallu gjeneratën e artë, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe na shumë pak kemi lexu nga jeta e sahabëve të pejgamberit dhe sahabeshëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më e madhja, kënaqësia më e madhe, begatia më e madhe, përgëzimi më i madh është se për ata tha Allahu radhiyallahu anhum wa radu an. Allahu ishte i kënaqur me ta. Dhe ata ishin të kënaqur me Allah. Sot, me qenë pronari i biznesit ku ti punon i kënaqur me ty, ti gëzoshëm. Pse? Për shkak se kënaqësia e ti ndaj teje do të më thon plus 50 euro rok, ose plus 100 euro rok, ose plus disa bonuse. Sot me qenë i kënaqur me ty profesorin në shkollë të mesme apo në fakultet, kjo do më thonë shumë për tyja. Ti je i privilegjuar. Sot me qenë i kënaqur prindi me tyje, është diçka shumë e madhe, dhe kjo është e madhe. Me qenë prindi i kënaqur me ty, me thonë, o birjem, unë jam i kënaqur me ty, alhamdulillah që Allahu më ka gëzuar me tyje. Po kjo është kënaqësi që nuk përshkruhet. Po me qenë i kënaqur Rabbul Alemini, a ka zhgënjim pastaj për njeriu? S'ka zhgënjim. A ka hidhrim për ta? S'ka hidhrim. Kryhet puna. Allahu na boft prej atyre që mundohemi, punojmë, veprojmë që të arrijmë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Për shkak se kjo është kënaqësi, kjo është puna më e madhe. Kjo është begatia më e madhe. Apo na e dim ditën e shtimit në xhennet. Çka s'ka në xhennet? Çka s'ka në xhennet? Mirë, po dita e shtimit është e veçantë. Pse? Për shkak se në ditën e shtimit besimtarët e shohin Allahun subhanahu wa taala. Çka tha Allahu? Wa ladaina mazid. Dhe na kena diçka plus. Jashtë xhennetit dhe çka kanë ta? Aty ka diçka plus. Diçka e shtume. Çka është ajo? Kanë thënë dietarët, kënaqësia në shikimin e fytyrës Allahut subhanahu wa taala. Thotë Ibn Kaimi, janë dy kënaqësi që besimtari ka në këtë botë, një, edhe në botën tjetër dytë. Kënaqësia më e madhe që njeriu e përjeton në këtë botë është me e marr malli për Allahun subhanahu wa taala. Me e marr malli, me djeg flak shpirti për Allahun subhanahu wa taala. Dhe kënaqësia më e madhe në botën tjetër është shikimi në fytyrën e Allahut, Allahu më mëshiroft. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë këtë dua. Allahumma inni as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhika al-karim wa as'aluka Allahumma shawqa ila liqa'ik fi ghayri dharra'a mudhirra wala fitnatin mudilla. Allahumma ij'alni min ar-rashidin. O Allah, unë prej teje kërkoj të më mundësosh kënaqësi në shikimin e fytyrës tënde.
Allah në mësoft, ja Rab. Dhe ja Rab, prej te e kërkoj që të më mundësosh të përmallohem për ty, për takimin tënd. Duke mos u godit darra e mudirra nga ndonjë fatkeqësi dëmtuese, au fitnetin mudilla, apo për ndonjë fitnë devijuese. Pra të më mundësosh edhe të parën dhe të dytën, duke më rujt që mos goditëm në këtë botë prej fatkeqësive shkatruese apo prej devijimeve, prej fitneve devijuese. Këtë kjo është me Allahun xhel xhelaluhu. Ama kjo është begatia më e madhe. Kjo është knatësia më e madhe që njeriu e përjeton. Begatia e dytë është se nuk ka të ngjajshëm me agjërimin. Nuk ka të ngjajshëm me agjërimin. S'ka ndonjë vepër e cila është e ngjajshme me agjërimin. Nga Abi Umama al-Bahili radhiyallahu anhu tha: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فأتيته فقلت يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përgatiti një ushtri dhe i nisi për një ekspedit. Thot Abu Umama al-Bahili, erdha te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thash: o i dërguari i Allahut, luta Allahun të më mundson shahidllokun. Për mallimi për Allahun. Dëshira për të taku me Allah, dëshira për të taku me begati, knatësi që Allah i ka përgatitur për shahidin pas vdekjes së tij. Ai nuk është i vdekur, është i gjallë te Allah duke u furnizuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Allahumma sallimhum wa ghanimhum. O Allah, shpëtoj këta edhe jep u plaçk luftës, edhe furnizoj këta. Fa ghazawna fa salimna wa ghanimna hatta dhakara dhalika 3 marrat. Thot luftum, shpëtum dhe përfitum. Thot dhe këta dua e bën pejgamberi sallallahu 3 herë. Thot pastaj erdha te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thashë: Rasulullah, unë erdha te ti më kërkua këtë lutje, ti bën tjetër lutje. Famurni bi amalin adkhulu bihi al-janna. Tha, urdhëron mua, këshillon mua me ndonjë vepër me të cilën kam u fut në xhennet. Faqal alayka bis-sawmi fa innahu la mithla lah. Tha, të këshilloj të agjërosh, për shkak se nuk ka të ngjajshëm me agjërimin. Të këshilloj të agjërosh, për shkak se nuk ka të ngjajshme me agjërimin. A u kuptum? U kuptum. A e kemi ndëgju këtë hadith? A e kemi ndëgju këtë hadith? Cili është dallimi mes neve dhe shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Sa ata i kanë përvel kratë në dëgjim dhe respektim ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. Pas kësaj dite, pas kësaj këshille, në shtëpinë e Abu Umames nuk është pa asnjëherë tym ditën, pos në qoftë se ka pas ndonjë mysafir. Qoftë njerëz për jashtë shtëpinë e tij kanë pa tym, e kanë ditë që i ka ardhur ndonjë mysafir. Ditën s'ka pas ja. Pse? Ka xheruar. Ai bashkë familjen e tij. Pse ka xheruar? Për shkak se qëre i alipi shahidllëkin Allahut. E luti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për shahidllëk. Ai tha, agjëro. Të këshilloj të agjërosh për shkak se nuk ka të ngjajshëm me agjërimin. Dhe për këtë momenti i përveli krahët dhe në shtëpinë e tij nuk është pa tym gjatë ditës. Subhanallah. Pse ky sahabi kështu? Ky sahabi e ka pas përpara vetes këshilluesin i cili praktikisht i ka këshilluar sahabët, jo vetëm me fatva teorike. Allahu xhelle xhelaluhu ditët e para të pejgamberit së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i tha: Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila. O ti mbuluar, ngritu dhe fal namaznate, pos pak prej natës. Dhe i dha plan programin e adhurimit gjatë natës. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja ndajti natën në 3 pjesë dhe njëna prej tyre zgjedhej.
ose më u fal pjesën dërmuese pak me pushue, ose pak më u fal pjesën tjetër me pushue, ose gjysën me pushue, gjysën me u fal. Mirë po nuk pat në programin e tij ditor të natës gjumë komplet, ose loj dhe zbavitje komplet, po pat namaznate. Thanë dietarët, nga ky moment kur erdhi urdhri nga ana e Allahut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u ngrit për namaznate dhe nuk pushoi deri në vdekjen e tij. Nuk u dashur Allahu për s'dyti më thonë, ngritu dhe fal namaznate. U mjaftu me të para me herë. Nuk u dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më i thonë Abu Umama 2 herë, 3 herë. Tha alejke bis-sawm, prej kësaj alejke të këshilloj me agjerim, nuk u pa shtëpinë e tij zjarr gjatë ditës. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Omeri është djali i mirë, veç edhe namaznatët kish fal. Prej këtij momenti thot Abdullah ibn Omeri asnjëherë s'u lën namazin e natës. Sa kemi nevojë për kësi shembull praktik, subhanallah. Që mjaftojmë me një fjalë, që mjaftojmë me një këshill, që mjaftojmë me një urdhër nga ana e Allahut dhe nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të vazhdojmë pastaj tani jeta. Në respektim ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vlerë tjetër e agjërimit është se agjërimi, se Allahu xhalla xjalaluhu i ka përkatësu vetës agjërimin. Ku ka thënë në hadith nga Abi Huraira radhiyallahu anhu, tha i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يترك طعامه وشرابه من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë Allahu. Ky hadith është hadith kutsi. Çdo vepër e birit të Ademit është për të. Illa as-sawm, pos agjërimit. Agjërimi është i imi dhe unë shpërblej për të. Agjërimi është mburojë. A ditë kur ju agjëroni, mos folni keq dhe mos u bani nervoz. Fa in sabahu ahad, në qoftë dikush të provokon, të shon, të nguc, au qatalahu, apo e pengon, e lufton, falyakull inni saimun, unë jam agjërues, unë jam agjërues. Pasha atë në dorën të cilët është shpirti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Era nga goja e agjëruesit është më e dashur, më e mirë te Allahu se sa era e miskut, aroma e miskut. Me të vërtet agjëruesi i ka dy gëzime me të cilat gëzohet. Gëzimi i parë është momenti kur ban iftar dhe gëzimi i dytë është momenti kur takohet me Allahun, gëzohet me agjërimin që e ka agjëruar për hir të Allahut subhanahu wa taala. Në transmetimin e Buhariut thot Allahu, ai kalon ushqimin, kalon pijen për hir time. Agjërimi është imi, unë shpërblej për ta. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Dhe veprat për një vepër shpërblimi mirët 10 fish. Në hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë Allahu subhanahu wa taala, çdo vepër e birit të Ademit yudha'afu, i shumë fishohet. Al hasanatu bi ashri amthaliha. Çdo punë e mirë deri në 10 fish, deri në 700 fish. Qala Allahu taala, tha Allahu subhanahu wa taala, illa as-sawm. Kjo pjesa e parë e hadithit ishte pjesë nga fjala nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala përpos agjërimit, agjërimi është i imi dhe unë shpërblej për ta. Ai e le epshin e tij, ushqimin e tij për shkak meje. Me të vërtetë agjëruesi ka dy gëzime, gëzimin e parë në momentin e iftarit
dhe gëzimin e dytë në takimin me Allahun subhanahu wa taala, dhe më vërtet era apo aroma nga goja e agjëruesit është më e dashur dhe më e mirë te Allahu se sa aroma e parfumit. Çdo vepër që e bën biri i Ademit, për një vepër prej një shpërblim deri në 10 deri në 700 për pos agjërimit. Për shkak se agjërimi është i veçantë. Një prej veçorive që e cekëm nuk ka të ngjeshëm si ai. Dhe kanë thonë dietarët, pse agjërimi me qenë në këtë kategori? Pse agjërimi me qenë në këtë gradë të Allahu subhanahu wa taala? Për x punën që na veprojmë, kemi 1 deri në 10 deri në 700 fish për një punë që e bëjmë. Kurse për agjërimin nuk e dim, vetëm Allahu e din. Kanë thënë dietarët, an sawma la yaqau fihi dhiya kama yaqau fi ghayrihi. Kjo për shkak se tek veprat tjera përpos agjërimit ka mundësi me u paraqit syfatësia, kurse te agjërimi jo. Për shkak se agjërimi është sinqeritet, është nijet. Ka mundësi njeriu mos me hangë dhe mos me pije dhe me prish agjërimin me nijet. E bona nijet me prish agjërimin, nuk thot me gojë, me zemër, edhe prish agjërimin. Nuk është kusht me hangë dhe me pije. Me nijet është. Ka mundësi një javë mos me hangë. Mos ka bën nijet për agjërim. Nijet është. E ajo mrejna, ato di vetëm Allahu subhanahu wa taala. E kur është ajo si duhet, ajo duhet të jetë si duhet në çdo vepër, fiton besimtarin këtë botë dhe në botë tjetër. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? At-taqwa ha huna. At-taqwa ha huna. At-taqwa ha huna. 3 herë. Devotshmëria është këtu. Sa dush në namaz, mund e marr tekbir me pozicion të bukur, me stil. Më rregullu namaz bukur. Mu shtir me trup bukur. Mund me mja mush syni njerit, me a bloku trunin prej asketizmit ton. Ati me qenë zemër kibërlia më i madh. E ta agjërimi mrejna është. S'ka prej jashtë. Në namaz njeriu mund të mos zbukuru pak, apo mund të më zbukuru pak zonin, mund të mos më zbukuru zonin, mund të më zbukuru pamjen e tij, edhe në vepra tjera. Te agjërimi është nijet. Për shkak se është kështu, thonë dietar, për shkak se është kështu, për këtë shkak Allahu xhalla xhelaluhu e ka veçuar nga të tjera. Ka thonë unë shpërblej për ta. Pse për namazin kush na shpërblej neve? Allahu subhanahu wa taala. Për sadakën, Allahu subhanahu wa taala. Për haxhin, Allahu subhanahu wa taala. Umrën, Allahu subhanahu wa taala. Dhikrin, leximin e Kuranit, punët e mira çka i bëjmë, në nështrimin ndaj Allahut dhe largimin prej gjunave, kush na shpërblej? Allahu subhanahu wa taala. Mirë, por të gjithë këto vepra ekziston mundësia mu fut sifatësia. Ta agjërimi s'ka sifatësi. Ta agjërimi nuk ka sifatësi. Tham shpesh, edhe te namazi natës nuk ka sifatësi. Mirë, por te namazi natës ka mundësi me të pa gruaja. Ose nana dhe baba. Ose dikush i afër ekziston mundësia me të pa. Ta agjërimi s'ka. Ta agjërimi s'ka. Ti dhe Allahu xhalla xhelaluhu. Për shkak saj e merr këtë gratë, thot Imam Kurtubiu, për shkak se në hadith është cek, Allah e ka cek, ka thonë, e le epshin e ti, e le epshin anës, i dërzot Allahu xhalla xhelaluhu. E krejt pun tjera, tek të cilat futet shefatësia, riaja, pse futet? Për shkak epshit. E Allah po thot, në hadith po thot Allah, a e la epshin e ti për mu. U liru prej gjitha epsheve veç për mu. Agjërimi është imi, unë shpërblej për ta. Vlerë tjetër, thot Imam Ibn Jauzi, jami'u al-ibadati tadhharu bi fi'liha wa qalla an yaslama minha ma yadhharu min shawbin bi khilafi as-sawm. Thot të gjitha adhurimet dalin pa, shifen me veprimin e tyre. Gjitha adhurimet kur të veprojnë shifen. Thot dhe rrallë ndodh me shpëtun një për adhurimeve pa ndonjë dëmk, pa ndonjë njoll, pa ndonjë problem. Të rralla janë adhurimet që i bën njeriu e
ato adhurimet shpëtojnë prej njollave. Që e fatësis, një fakit, edhe kështu në radhë. Për pos agjerimit. Agjerimin ose agjeron, ose nuk agjeron. Kjo është veç mesteje dhe Allahut subhanahu wa taala. Dhe për këtë shkak, Allahu e ka veçu në vlerë. Vlerë tjetër e agjerimit është rifatud darajat. Ngritja e gradëve të Allahut subhanahu wa taala. Ngritja e gradëve të Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibn Hajeri, Allahu më shiroft, te fjala e Allahut ku thot unë shpërblej për agjerimin, është kuptimi anni anfaridu bi ilmi miqdari thawabihi wa tad'ifi hasanatihi. Thot kuptimi dhe Allah dhe mësmiri dhe kuptimin është se Allahu po dhe më në thoneve se vetëm unë e di se sa e shpërblej agjeruesin, se sa ja shumë fishoj vlerën e veprës që aje ka bërë. Veç unë e di, vetëm Allahu e di. Wa amma ghayruhu min al-ibadat faqad ittala alayha ba'd an-nas. E ka prej adhurimeve për shpërblimin e të cilave janë të informuar edhe disa prej njerëzve. Kurse për agjerimin vetëm Allahu subhanahu wa taala. Tjetër dhe thot edhe Imam Kurtubiu, Allahu e mëshiroft. Imam Ameshi nga Abi Salih te fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çdo vepër e birit të Ademit shumë fishohet prej 1, 10 deri 700 derisa don Allahu subhanahu wa taala, përpos agjerimi është imi ushuroj për ta, thot ana ujazi alayhi jazaan kathira min ghayri ta'yin li miqdarihi. Un shpërblej për agjerimin pa diçka konkrete, për saktësinë e saj, pa kufi, sa ton vetëm Allahu e din. Dhe kjo është e përshtatshme me fjalën e Allahut subhanahu wa taala ku thot Allahu innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Me vërtet Allahu durimtart I shpërblen pa llogari. Pa llogari. Intaha. Was-sabirun as-saimun fi akthar al-aqwal. Durimtarët në shumicën e mendimeve të dietarëve janë agjëruesit. Durimtarët në këtë ajet, që I përthot Allahu, unë durimtarët I shpërblej pa llogari, janë agjëruesit. Ata që agjërojnë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Vlerë tjetër agjërimit është se agjërimi është në përshtatshmëri me një prej cilësive të Allahut subhanahu wa ta'ala. Se agjërimi është në përshtatshmëri me një prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Allahu xhalla xhelaluhu është el-ghani, I panvarur, ai që s'ka nevojë për të tjerët. Wa antumul fuqara'u ila Allah, dhe ju jeni nevojtar, ju keni nevojë për Allah. Ja ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah wallahu el-ghani. O ju njerëz, ju keni nevojë për Allahun, Allahu është I panvarur, s'ka nevojë për kërkan. Kjo cilësi e Allahut xhalla xhelaluhu. Dhe për cilësive të Allahut është as-samad. Çfarë do të thonë as-samad? Kan thonë dietarët, as-samad do të thonë ai I cili nuk ka nevojë për me hang dhe me pi. Ai I cili nuk ka nevojë për me hang, për me ushqy, për me hang dhe për me pi. Thot Ibn Hajeri, Allah më shiroft, wal istighna an at-ta'ami wa ghayrihi min ash-shahawati min sifati Rabbi jalla jalaluhu. Mos nevoja apo braktisja, mos nevoja për ushqim dhe të tjera prej epsheve janë prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Allah nuk ka nevojë për ushqim, Allah nuk ka nevojë për pije, Allah nuk ka nevojë për mbikëqyrje, Allahu xhel xhelalu është Rabbul Alamin. Thotë kjo është në përshtatshmëri me cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Falamma taqarraba as-sa'imu ilayhi bima yuwafiqu sifatihi adafa ilayhi. Thotë pasi që agjëruesi është duke u afruar te Allahu me diçka e cila është në përshtatshmëri me cilësitë e tij, si vlerë Allahu ja ka përkatësuar agjërim, shpërblimin për agjërimin vetës së tij. Agjërimi është pastrues I mëkateve. Sa kemi nevojë na
që të na pastrohen mëkatet tona, të cilat janë të shumta. Që nuk e dim fatkeqësitë, problemet, fitnet që na ndodhin në jetën tonë, nuk e dim se për cilin mëkat na kanë godit. Nga cili kënd jemi godit. Kurse gjendja ka qenë ndryshe tek të parë dhe këtij umeti. Kur janë godit me një problem, me një fitne, me një sprov. Në jetën e tyre e kanë ditë pothuajse saktësisht pse ju ka ndodhur kjo. Dhe kanë thonë, kjo më ka ndodhur për shkak filan mëkatit që ku bë para 20 vjet. Për shkak se mëkatet e kanë ndikimin e tyre. Pasojat e mëkateve janë shumë të rënda, vëllezër. Ka disa mëkate lanë pasojat ta në jetën të njeriu. Kurse për neve na duket shumë thjesht. Subhanallahu, së ndulën brinat që bëna mëkatin. Brinat nuk dalin. Ama lea si pasoja në shpirtin tanë, e pasaj e ka ndikim në trupin tanë, tek fizika jote, ekstreme. Ekstreme. Agjërimi është pastrues i mëkateve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fitnatu ar-rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Thot, fitnja e njeriut në familjen e tij, pasurinë e tij, në veten e tij, tek familjet e tij dhe tek kojshit e tij, këto fitne, këto probleme i pastron agjërimi, namazi, sadakaja, urdhën të mirë, ndalimi nga e keqja. Fitnja e njeriut në pasurinë e tij, ku e merr pasurinë dhe ku harxhon pasurinë. Problemet, defektet, lëshimet që njeriu i ka në përfitimin dhe në harxhimin e pasurisë. Problemet që njeriu i ka në familjen e tij. Defektet, lëshimet që njeriu i ban karshi familjarët e tij në edukimin dhe mësimin e tyre. Problemet dhe devijimet dhe lëshimet që njeriu i ban me fëmijët e tij, në dashuri të tepruar, në lëshim të urdhave dhe ndalesave të Allahut subhanahu wa taala. Problemet që njeriu apo lëshimet që njeriu i ban në raport me komshinë e tij. Të gjitha këto lëshime dhe defekte që njeriu i ka në raport me këto njerëz, me këto që i ka përmendur pejgamberi se në këtë hadith, njeriu për ditë jeton, tha lëshimet e këtyre veprave pastrohen me agjërim, pastrohen me namaz, pastrohen me urdhim të mirë, me ndalim nga e keqja. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai që agjëron Ramazanin me besim dhe shpresë tek Allahu, atij i falen mëkatet që i ka vepruar para këtij agjërimi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjërimi i ditës së Arafatit është pastruesi mëkateve të vitit të kaluar dhe të vitit të ardhshëm. Këto mëkate që falen me agjërim janë mëkatet e vogla. Pra kusht për të falë këtë mëkate është që njeriu t'i largohet mëkateve të mëdhaja, për shkak se ka ardhur në hadithe tjera majtuni batil kebair, në qoftë se njeriu i largohet mëkateve të mëdhaja, gjunahet e vogla i pastrohen, i falen me agjërim, po ashtu i falen edhe me namaz, po ashtu i falen xhuma deri në xhuma, Ramazan deri në Ramazan, ditën e Arafatit, edhe kështu me radhë i falen mëkate. Vlerë tjetër e agjërimit, dhe me këta përfundojmë, është se agjërimi është mburojë. As-sawmu junnatun min adhabillah. Agjërimi është mburojë që e mbron njeriu prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun min an-nar ka junnati ahadikum min al-qital. Agjërimi është mburojë prej zjarmit, sikur mburojën që ju e përdorni në luftë. Thot Imam Mannawi, wiqayatun fi dunya min al-ma'asi bi kashf ash-shahwati wa hifdh al-jawarih wa fi al-akhirati min an-nar.
Agjërimi është mburojë në dunja për besimtarin prej mëkateve dhe thyerjen e epshit të tij, duke ia mbrojt dhe mbrojtje për gjymtyrët e tij, dhe në botën tjetër është mburojë prej zjarmit të xhehenemit. Dhe thot: "As-sawmu junnatun min adhabillahi falaysa lin-nari alayhi sabilun kama la sabila laha ala mawadi' al-wudu'i li'anna as-sawma yaghmiru al-badana kullahu fa huwa junnatun li jami'ihi bi rahmatillahi min an-nar." Thot, agjërimi është mburojë prej dënimit të Allahut, për shkak se zjarri nuk ka rrugë ka me e kap trupin i cili ka agjëru, për shkak se agjëruesi me krejt trupin e tij agjëron, dhe në këtë mënyrë shpëton prej zjarrit të xhehenemit dhe futet në xhennet me mëshirën e Allahut subhanahu, dhe shpëton prej dënimit të Allahut, prej dënimit të zjarrit me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Thot Ibn Abdul Barri: "Hasbuka bihadha fadlan lis-saimi." Mjafton kjo si vlerë për agjëruesin. Elusim Allahun që Allah të na mundson që sa më shumë të agjërojmë. Elusim Allahun që Allah të na mundson këto ditë që kanë mbetë për Ramazanit, të shfrytëzojmë në adhurime nga më të ndryshme, si para përgatitje për agjërim për muajin e Ramazanit. Elusim Allahun që Allah të na mundson të arrijmë muajin e Ramazanit duke qenë të shëndosh dhe të sigurt në vendet tona. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.